mi mbroma të gjithëve. Mi mbroma, faleminderit. Me që ishim ke kjo atmosfera këtu, martohet një kushurira ime me një italian, dhe përveç kishës, në Itali u vendosit dasmën të abonim Shqipëri. E të shkullen atë gjithë 20 veta me gjithë kruqit italian, edhe vim Shqipëri, sa më rritëm në Rinas, priste gjithë fisi, Daja që komandot e orkestrën, gati filloi muzika, me tabela të shkujt me Benvenuti në Albania, hypëm në për makina, zbukuru me makina me këto shamjet e bardhat, kuqe, orkestra, niset karvani, rinia që dilte gjysëm nga e bërtisër, hej, kameramani që zgjate sinjal me kap plan e rrot në makines, mrapa ishte kamionqina hapme me orkestrën që i bite a hengut, a i dajre gjive e mate dajre në këshu, se i vite gjithë mon ke era, e mate këshu. Borijat e makinës që nuk pushonin, dhe me këtë atmosferë mbrim ke lagja, ku kishin dalë gjithë komshit në përdritare, dhe sa pan karvani që jeri tha, erdi dhondri! E kur t'i sullen dhondrit italian të gjithë, me karamele, zana, me 5 leksha, me 2 leksha, i gjujshi... Se këshu ishte zakoni, ja shpjegun dhondrit. Shtangën italiont, fillun duke u trem, hesin gjithë bashk. Ashu hypën dhe ke shkallat gjithë bashk, se i shtyshin njerëzit, te kati nusës prishin femrat, benvenuti, mirë se erdhet, kurse quat e ri gjyshin dhondrit marë pa qafe, a italian. Ja shpjegun prap që këshu ishte zakoni. U futëm rejna në shpi dhe masi u reatu në pak, italian doni me shkojnë pushu në hotel. Kush i lete me iknë? Ku do ikni jo? Që? Këto kina gjikët shpit modhe. I do me guzhin, po zemra është e modhe. Albanezi, na zemra, na. Shpia vogël, po na zemra. Do futën i do flenit duke dho me rështojmë të për tokë. Po jo, aty. Dhe i futën italian 10 veta me i dhom, gusht, pa kondicioner. U her pasere hyte në njoni, bene, qetsoni. Se ku gjithë dhe i cep që u bo gati nusja, këno është ingrat, sa e bukur ka dale nusja. Jo, ja këtheshin quant e ri, e bëthë shqyqër. Më në fund, nisemi gjithë për ke lokali, Daja që ishte me listën dorë, për para lokali ndate njerëzit majtë të vzdjathas, i la gjithë italion bashkë me nuse e qifte ta këshu është zakoni, do hyni mrapa ju. Edhe i lanë ke kafja. Filloj ndasma dhe hyri qifti me atë muzikën klasike të dasmave, që përdoret edhe sot, po e performume nga orkestra shqiptare. Keni parasysh dhe hyri qifti, kurse kur hynë krushit, me që ishin italian, fillun gjithë duke kënu Insieme, Unite, Europe. E të fillu të nes dasma, gjithë duke u knoq, fillun gjithë ato pjatët e mishit plot e para, 2-3 vetë, mish. U nezën me rakije, me bira, edhe nga kollare dhe këmishat, gjithë me kanatire pastaj. Gjithë me kanatire, dhe aty na kujtoj Daja e tha, do t'i mësojmë tha pogonishtë në italianve, tha. E t'i mbledh 10 italianët, i vunin rresht, edhe me atë muzikën kështë, italianët ishin, e lajmëron njoni Daja me mikrofon, Daja ke bloku rrugën me makinë, dhe Daja që del për jashtë atë italianët mas Dajës. Se kujtun se këshu ishe zakoni, u dëgjua nga jashtë, u dëgjua një, hajtë për hajtë qoftë, zonjë shpisa, 2 herë, bam. Dhe t'i shifshe gjitha njën nga Afrika mrejnë atë gjithë. Kishte shtit Daja për qef, dhe e mate krushkën për krau dhe i thoshte krushit, Antonio, lo bruciamo stasera, lo bruciamo. Do t'a djegi me i laf. Futemi prap mrejna dhe fillon ajo valdja klasike dasma me tona Napoleoni. Edhe të qohet dhondri me nusen, dhondri që i kishte mësu pak, se ishte e thjeshtë, e lëvizë kishte pat gjithë që kërceshin këshu.
Ta më që ka i thjesht, po komët kështu. E fillu të kërcy me nusen, kur të qohet gjithë fisi, 5.000 lekshat, vap, 2.000 lekshat, vap, për shtyte. Dhondri më qifet është e po, është zakoni, kështu është zakoni. Gratë që mblidhnin, lekët që ishin ke toka, dhe ja veshin nusen sa ke flokët, edhe sa këtu ke gjoksi, këshin vodhe i po qudrë këtu që mos, sigurisht që mos ta mershin sy nusen. Edhe fillun duke kërcy atë, ishin gjithë dhe italion fillun duke kërcy. U knaqin italion, ta që ka thjesht populorja, e duke kërcy këtu. Dhe orkestra me që pa gjithë italion duke kërcy, ta shita për nert italion, tha do kapim i kongë italione, me që ishin këtu populore. E keni pasur që të kongë Celentarës, questa è la storia, e fillun, questa è la storia di uno di noi, anche lui nato. Në egzaltime si për ku Dhondri po dëfrej, vetëm kur i vjen një koktu nga mas shalve dhe e nren, hop, najer, u trem Dhondri, 2 të rinjë që nezin i shami, e futën ke piruni, ja dhan ato flakët që binin, Dhondri që thështë që të bëjmë me këte, është vale e beqaj dhe e kërcesh. Dhe aji që e mate Dhondrin, që e tunë të Dhondrin, Dhondri që përtiste ka ullërima sepse po i vristi veglat, edhe ishte Dhondri përtiste, këto hypën nusen, ke krau, ke karrigja, dhe përtiste gjithë, ku ta kuptote Dhondri shkret, dhe e në 6 mjesit njërës të qatrafilos, dhe në basi maroj dasma e pysim Dhondrin, i themi, a u knaqe me? U knaqe, tha me thonë drejtë. Flaka nuk ma vun, tha shuqyrë zotit, tha. Edhe veglat, tha, ma mësoj kunati, tha që po të shkosh bosh qicin, qërojnë për i herë. Edhe këtu jam rregull, tha. Pavarësi se onga dhe shpulla, tha, kuptova i gjokët këtu në Shqipëri, që duhet hash dru, që të morin veshje e burë, sepse kush të rref të do. Ju falinderit. Ju falinderit. Ju falinderit. Leti kthejmë pak personazheve të Portokallis. Rikthehet në skenë një figurë shumë e njohur e Portokallis, i ka munguar kësaj skene. Do doja t'i prisim me një duartërkitje shumë të fortë. Në një përplasje me nxënësin e tij, Gjoxh, rikthehet drejtori i shkollës.